në fund nesër do të shkojmë në ekskursion me të gjithë klasën tonë. Do të jetë vërtet e mrekullueshme. Më falni pak, kthehem shpejt. Shikoni këtu. E shikon sa i bukur është kostumi i njëri i banjos? E bleva enkas për këtë udhtim. Është fantastik, i jashtëzakonshëm, e kam seriozisht. Por në asnjë mënyrë ne nuk mund të bëjmë banjo aty. Kujton se nuk e di, por po të prekim ujë na del bishti direkt. Por unë dua që Taro të adhuroj të gjithë bukurinë ti. A di si është puna? Edhe unë do të gjej mënyrën për ta shfrytzuar këtë ekskursion për t'u afruar me Kajlo. Kështu më pëlqen. Unë nuk i kuptoj, si mund të jenë kaq të lumtura që do të afrohen me ujë duke ditur se sa shumë rrezikojnë. Në kërkim të thesarit. Duhet të mundohemi të fitojmë mjaftueshëm për ta mbajtur hapur, por kohët e fundit s'kemi pasur shumë klient. Më fal, Taki, mos ndoshta ke ndonjë ide për të tërhequr disa njerëz? Mos u çmendje kjo, është shumë e rrezikshme të hedhësh i gjetat, ej! Në atë ishull fshihet një thesar. Dhe gjendet saktësisht në pikën që ju tregova unë. Çfarë po flet për një thesar të vërtetë? Ta shiko çfarë rastësie dhe pikërisht në këtë ishull që do të vizitojmë nesër ne. Pastaj shikoj një breg shkëmbor. Një breg. Po, nëse zgabohem, në fund të bregut është edhe një pus antik. Një pus antik? Duhet i përsërisësh patjetër të gjitha ato që them, unë nuk gaboj kur. Nuk gabon kur. Sa emocione që kam, do të zbulojmë një thesar antik. Mbaje veten, Takit nuk mund i bezosh shumë. Atëherë shkojmë të përgatisim jetët e duhura për të gërmuar. Ciao, ciao, ciao. Hey, prit një minutë. Më thuaj të vërtetën, e pe gjëpamin e thesarit në sferë? Jo, por këtë histori lexova para disa ditësh në katalogun e agjencisë së udhëtimit. Një unaz që plotëson çdo dëshirë. Po, kështu është, im zot. Jam më se e bindur. Shpesë se legjendës së sirenave dhe kam lexuar gjithçka mbi të. Ju lutem më dërgoni mbi tokë që ta kërkoj. Unaza magjike është pikërisht ajo që do të më duaj patjetër.